Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, që ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për t'u takuar dhe për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Jam këtu me ju për të komentuar një lëvizje shumë të bukur, një afrimitet në fakt që ka ndodhur, një storje që ka ndodhur dashurie le ta themi, e Mateos edhe Brikenës. Ju e dini shumë bukur që unë para dite komentova Mateon dhe Brikenën, e pa ta thënë që çifti e ka shumë të vështirë që tashmë të qëndroj larg njëri tjetrit, do me thënë qëndrimi në Kosovë Brikena pa Mateon nuk e percepton dot dhe normalisht Brikena do t'jetë më afër Shqipërisë, do me thënë do t'jetë më afër dashurisë së jetës së saj. Ditën e sotme Brikena ka vendosur që të vinë në Shqipëri, do me thënë ajo ka qenë në familjen e Mateo Borit, në shtëpinë e Mateos, ku ka takuar prindërit e Mateos dhe ndërto ka takuar gjën më të bukur që kjo familje ka mbesën e Mateos. Brikena duket që është shumë e lumtur, duket që ndjehet e realizuar, do me thënë pash një Brikena shumë happy në fytyrën e saj, ndjeshte, le të them, ndjet me shpirtin plot nga këto lëvizje fantastike dhe nga kjo dashuri që ka ndërtuar, por dhe Mateo ishte shumë i lumtur që gjysma e zemrës së tij sot është në Shqipëri dhe po kalojnë çaste të bukura dhe po argëtohen me njëri tjetrin. Brikena, nga informacionet që arrita unë të siguroj, nuk është se ka ardhur për ndonjë plan, do me thënë ardhja në Shqipëri është thjesht për të qenë pranë dashurisë së jetës së saj, në këtë rast siç e thash pranë Mateos, për t'u argëtuar, për të kaluar çaste të mira, për të parë familjen e Mateos dhe për të kaluar çaste të bukura edhe me Mateon. Kjo e konfirmon edhe një herë që raporti i tyre është harmonikisht raport shumë i lumtur, është një raport shumë pozitiv, do me thënë Brikena dhe Mateo kanë ndërtuar tashmë atë armën e bukur të marrëdhënies dhe po e shijojnë marrëdhënien në maksimum. Dashuria çdo ditë po bëhet edhe më e fortë, çifti është shumë i lumtur dhe me patjetër që po bëjmë plane për të ardhmen. Dyshja aktualisht ndodhet në Shqipëri, me siguri do të na sjellin dhe foto komplet familjare që do të thënë nga darka, nga momentet e bukura që do të ndajnë së bashku, por edhe nga vetë dyshja që do të shijojnë momentet e bukura në Shqipëri. Brikena mu duk shumë pozitive, do me thënë mu duk me energji shumë të mirë dhe kështu që po kënaqeshte dhe po argëtoheshte bashkë me Mateon në familjen e tij. Si e shikoni ju këtë moment të bukur dhe këtë çast fantastik të kësaj dysheje? Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, për të ndaluar tek artisti më i dashur shqiptar, artisti që në fakt akoma mban audiencën bërthyer për ekrani, tek Gjesti. Gjesti së fundmi ka paralajmëruar projektet e tij të radhës, do të thënë janë projekte gjigande. Gjesti siç duket po punon me një intensitet shumë të lartë për të rikthyer në një shtator apo në një vjeshtë shumë dinjitoze që do të na falën dashuri, do të na falën adrenalin dhe do të na falën pozitivitet. Artisti shqiptar Gjesti po përgatitet të sjellë projektin e tij të radhës muzikor pas suksesit të bashkëpunimit që pati me Dhurata Dora të këngës Gasolina. Kënga Gasolina në fakt zuri një vend shumë të veçantë në tregun muzikor, do me thënë të gjithë e komentuan, të gjithë e folën, të gjithëve në një farë mënyrë ju pëlqeu dhe e duartrokitën Gjestin për përzidhjen e bashkëpunimit që kishte bërë. Do me thënë Gasolina është një këngë e cila u përfol para se të ndodhte situata e familjes e vllaut të Gjestit, por Gjesti vendosi që atë gjë të cilën e kishte lënë pezull të mos e lërë më pezull, por ta sjellën te publiku dhe publiku me patjetër që ja vlerësoi këtë nismë. Gjesti ka ndarë me ndjekësit disa pamje nga studio, duke treguar se është duke punuar një këngë të re. Përmes një postimit në Instagram, Gjesti ka lënë të kuptohet se projekti i ri do të publikohet së shpejti, duke shtuar kurreshtjen e të gjithë fansave. Shumë shpejt do ta dëgjoni edhe ju, ka shkruar ai krahas pamjeve
nga studioja e madhe. Megjithatë, Gjesti ende nuk ka zbuluar titullin e këngës apo datën e saktë të këtij publikimi. Do të thënë Gjesti po na vjen me një super projekt fantastik, një super projekt gjigant që do të mbërthej audiencën shqiptare për ekrani. Jam i bindur që Gjesti di të bëj gjëra të veçanta. Për shembull, unë do ta kisha klasifikuar këngën Veshun Dreçu, Princesh, të gjitha këngët e Gjestit në fakt kanë qenë hite që vërtet kanë ardhur bukur tek publiku dhe janë duartrokitur nga publiku, dhe me patjetër edhe në këtë radhë, do të thënë Gjesti do të jetë në qendër të vëmendjes me projektin e tij të radhës. Nuk kemi akoma një zbulim në fakt se çfarë do të përmban ky projekt brenda. A do të jetë një projekt i cili do të jetë i kushtuar dashurisë, a do të jetë një projekt i cili do të jetë i kushtuar këngës së bukur, gjithsesi do të thënë pa pak ngjyra dashurie nuk do të ketë. Nga Gjesti pikërisht në këtë video do të kaloj tek Loredana Brati. Loredana Brati në përditshmërinë e saj di të na dhurojë emocione interesante, di të na dhurojë pozitivitet, dhe së fundmi ka ndarë një video ku duket Loredana tepër e kuruar dhe shumë dinjitoze. Do të thënë të gjithë duke pyetur se çfarë po ndodh me fatin e Loredanës. Loredana nuk është se me thënë drejtën ja ka besuar zemrën dikujt, do të thënë e duket që është e lirë dhe është në paqe me vete, do të thënë po shijon të gjithë këtë sukses, po shijon të gjithë këtë verë të ngrohtë, nuk është se po punon me një intensitet shumë të lartë për të zënë role të rëndësishme dhe vende të rëndësishme në televizionin Top Channel, do të thënë e shikoj që i ka lënë gjëra të shtruar sido që t'i vinë ashtu i përjeton, dhe nuk është se ka publikuar ndonjë projekt për të ardhmen përpos fakti që po e shijon verën. Edhe pse u përfol në lidhje me Gjestin, një storie dashurie, diçka e tillë, duke që Lori dhe Gjesti janë thjesht miq të mirë dhe nuk kanë ngatruar kur kabullat e zemrës së tyre në këtë rrugtim. Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet e fundit. Dua të ndaloj tek bashkëshortja e Shpat Kasapit, zonja Selvie Jao, e cila ka bërë një reagim jashtëzakonisht të ndjerë në Instagramin e saj pas lajmit të madh të cilin e dha Labinot Tahiri, artisti që siguroi nga fitimet e tij, nga dasmat që ka patur në këtë sezon, siguroi 5.000 euro për djalin e Shpat Kasapit. Bashkëshortja e të ndjerit Shpat Kasapi Selvie Jao ka reaguar pas ndihmës financiare të dhuruar për djalin e saj për Roelin. Labinot Tahiri dhe reperi 2 ton kanë dhuruar 5.000 euro për Roelin, gjest për të cilin Selvia ka shprehur mirënjohjen përmes një postimi të saj në Instagram. Ajo ka vlerësuar veçanërisht faktin se njerëz të ndryshëm po kujdesen për djalin e saj me dëshirë dhe pa pasur nevojë t'ju kërkohet ndihmë në asnjë mënyrë. Selvia ka thënë se ndjet e qetë kur e sheh se Roeli nuk është vetëm dhe se rreth tij ka njerëz që e mbështesin edhe pas humbjes së babait. Ajo ka theksuar se kur Roeli të rritet do të kuptoj se baba i tij ka lënë pas njerëz me zemër të madhe, të cilët kanë vazhduar të kujdesen për të. Selvia thot, i nderuar Labi, jam e lumtur që Roeli nuk është vetëm, ka njerëz që pa ja kërkuar askush, e ndjejnë si detyrim moral të jenë pranë tij. Faleminderit ty dhe 2 ton për gjithçka. Një ditë kur Roeli të rritet do ta kuptoj se babai i tij ka lënë pas njerëz me zemër të madhe, secili e shpreh ndryshe veprën e tij. Unë e respektoj këtë dhe jam mirënjohëse për çdo mbështetje, sepse jo çdo kush ndan nga ajo që ka për veten e tij. Për mua keni hyrë në rrethin familjar, ashtu se dhe çdo kush tjetër që edhe pse e di që unë mundohem maksimalisht për Roelin, prap shtrin dorën dhe më mbështetën pa asnjë lloj interesi. Zoti ju shpërbleft, me shumë respekt, Selvia
dhe Roeli. Bashkëshortja e Shpat Kasapit ka falenderuar të gjitha ata që u kanë qëndruar pranë në mënyrë të sinqertë, duke thënë se ndihma e njerëzve që nuk kërkojnë asgjë në këmbim ka një vlerë të veçantë. Në fund, Selvia ka konsideruar këta persona miq të afërt të familjes së Kasapi. Domethënë kjo ka qenë në fakt reagimi që ka bërë Selvie Jao në rrjetet sociale për donacionin të cilin e ka dhënë këngëtari i famshëm Labino Tahiri. Këtu tashmë duke komentuar edhe lajmin e madh të vajzës së Shyrete Belulit. Angjelusha Saliu është bërë nën për herë të parë. Në familjen Saliu dhe Behluli ka ndryshuar gëzimi. Shyrretja është bërë gjyshe për të disatën herë. Në fakt kjo është një gëzim i veçantë për një gjyshe dhe unë i uroj nga zemra, por ajo që në fakt ka marrë vëmendjen e madhe të lajmit është emri i djalit. Këngëtarja e njohur Angjelusha Saliu, e cila njihet për talentin e saj të jashtëzakonshëm, ka shpallur një lajm të mrekullueshëm. Ajo është bërë për herë të parë nën. Me një postim emocionues në rrjetet sociale, ajo ka ndarë gëzimin e saj me ndjekësi duke publikuar një fotografi të bukur me buqetat e luleve dhe balonat e përgatitura për këtë moment të veçantë në jetën e saj. Një detaj veçantë që ka tërhequr vëmendjen është emri i djalit të saj, Namer Rizam, një emër që ka një kuptim të thellë simbolik. Mirë se erdhe në jetë Namer, shkruhet në balonën e publikuar nga Angjelusha, e cila gjithashtu ka shprehur emocionet e saj duke thënë më të lumtur se kur. Emri Namer është një variant i emrave arab, Namir, Nimër, që do të thotë tigër ose leopard, duke simbolizuar forcën dhe guximin, një zgjedhje e veçantë për një fëmijë të sapo lindur. Me këtë postim, Angjelusha ka hapur një kapitull të ri në jetën e saj, duke e bërë publik për herë të parë emrin e të birit dhe duke ndarë me botën këtë moment kaq të rëndësishëm. Duke që Namer ju ka ardhur me shumë dashuri familjes së bashortit të Angjelushës, por gjithashtu edhe familjes së zonjës Shyhret, duke i uruar vetëm të mira në jetë, duke i uruar vetëm dashuri dhe lumturi, dhe shpresoj që Zoti t'ju asjellën me bereqet të gjitha gjërat. Familja po merr një kuptim tashmë tjetër.